Nuk ka asnjë akuzë ndaj meje, jam i pafajshëm. Kështu është shprehur deputeti Tom Doshi më njëherë pasi doli nga mbledhja e Këshillit të Mandateve, e cila përshtyton kërkesën e prokurorisë për arrestimin e Doshit dhe deputetit Mark Froku, të cilët akuzohen për shpifje dhe inskenim të ngjarjes për porositjen e vrasjes. Ndërkohë deputeti Froku nuk ka preferuar të prononcohet për mediat pas daljes nga mbledhja. Kanosi s'kam kanoskan, që edhe ne në vjen poshtë, akuzë më të në vjen poshtë, kallëzim të rëndë s'kam ba, kështu që të tre akuzat se ekzistojnë. Ka problemin, se problemi më i madh këtu është vetë prokurori i përgjithshëm, që unë me datën 5 shtator e kam informu, dhe ai s'ka ba si gja për këtë punë, po mos të bate kështu, thënë i bite që prokurori i përgjithshëm do të largohet. Mbledhja e Këshillit të Mandateve është drejtuar nga nënkryetari Vangjel Dule, në mungesë të kreut të kuvendit Ilir Meta, sepse ai akuzohet nga Doshi si porositësi për vrasjen e tij dhe të deputetit demokrat Mill Fufi. Ndërkohë Këshilli përbëhet nga 8 anëtar, 4 nga mazhoranca, Fatmir Xhafaj, Basilika Hysi, Armando Subashi dhe Namik Dokle, si dhe 4 anëtar nga opozita, Eduard Halimi, Kastriot Islami, Arben Ristani dhe Dashamir Tahiri. Ky i fundit nuk ishte i pranishëm. Ndërkohë që Këshilli do të hartojë edhe një raport lidhur me situatën, i cili do të udhëzohet të gjithë deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, të cilët në seancën e radhës plenare do të votojnë pro ose kundër heqjes së mandatit të 2 deputetëve.